الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi ta përjetojmë dhe këtë muaj madhështor. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu agjërimin e këtij muaji Allahu nga ne ta pranon. Ne me emrin Allahut Azza wa Jall kemi përzgjedhur disa pyetje që kanë të bëjnë me agjërimin. Shkak se pyetjet janë të lloj-llojshme. Megjithatë kanë përparësi ato pyetje të cilat janë parashtruar që kanë bëjnë me këtë muaj madhështor dhe me këtë lloj ibadetit në mënyrë që ta kuptojmë saktësisht se çfarë Allahu Azza wa Jall ka desh nga ne. Pra pyetja e parë është: cili është gjykimi për urimin me rastin e hyrjes së muajit të Ramazanit dhe a ka ndonjë shprehje të veçantë sa i përket urimit me ardhjen e Ramazanit? Pra kanë diskutuar dietarët në këtë tematik se ana lejohet neve që t'i urojmë musliman për ardhjen e Ramazanit. Përgjigjja është se po lejohet që të urohet. Dhe kjo ka referencë. Referenca është se kur vjen te muaji i shenjtë të Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgëzonte sahabët dhe i thonte: ja pra erdhi muaji i begatisë, muaji në të cilin hapen dyert e qiellit, hapen dyert e xhenetit, mbyllen portat e xhehenemit, gjithashtu prangosen shejtanët. Pra pejgamberi Allahut i uron. A ka dhe një shprehje të veçantë? Nuk ka. Pra nëse i thua agjerim të lehtë, agjerim të pranuar, urim me muaj i shenjtë të Ramazanit, nuk ka problem. Për shkak se me ardhjen e Ramazanit dhe arritjen e Ramazanit gëzohen muslimanët. Siç ka thënë pejgamberi Allahut, s'ka muaj që me ardhjen e tij që gëzohet më shumë besimtari se me ardhjen e muajit Ramazan. Dhe s'ka muaj që pikëllohet më të shumë ti munafiku, Allahu na ruaj. Besimtari gëzohet për mirësitë që i përmban këtij muaji në vete, ndërsa hipokriti sikletavët dhe planifikon tash duhet me dalë të fqinjët tonë me pi kafën e mëngjesit. Për këtë arsye kur të vrinje muaj ka fundi dhe mendoj se ata veshën për Bajram, për gëzimin e madh që shkoi Ramazani, që s'po kena nevojë me shku larg me hangër sillë në restorant. Pra besimtari gëzohet se din se ky muaj çfarë vlerë ka te Allahu Azza wa Jall, dhe sa Allahu Azza wa Jall fal në këtë muaj, dhe sa Allahu Azza wa Jall e vlerëson dhe e don këtë muaj. Gjithashtu pyetja thotë: cila është urtësia e ligjshmërisë së Ramazanit? Pra emri i Allahut Azza wa Jall është el-Hakim, Allahu është i urtë. Dhe Allahu Azza wa Jall nuk porosit diçka vetëm me urtësi që përmban në vetë. E ky lloj ibadetit s'ka dyshim se dhe ky përmban në vetë urtësi. Një ndër urtësitë që Allahu Azza wa Jall i ka shpalos
është se Allahu Azza wa Jalla ka obligu agjerimin që ju ta arrini shkallën e devotshmërisë. Njeriu nëse arrin shkallën e devotshmërisë, arrin të jetë sa më afër Zotit të vet. Devotshmëria aqel si pranimit të veprës. Taqwallakum, siç ka thënë pejgamberi Allahut, di vepra më së shumti njerëzit i fut në xhennet. Sjellja e mirë dhe devotshmëria. Devotshmëria do të thotë përfillja urdhëve të Allahut me kujdesi dhe ruajtja nga ndalesat e Allahut. Kush i përfill urdhat e Allahut dhe ndalohet nga ndalesat e Allahut, kësaj ne i thojnë taqwallah. Taqwa. Fjala taqwa gjuhën arabe do thotë mburojje. Nga se të mbrohen nga hidhërimi i Allahut, mbrohen nga dënimi i Allahut. Taqwallahi është synimi dhe qëllimi i gjithë ibadeteve. Pra të Allahu Azza wa Jalla nuk ka thonë Kurani Kerim se Allahu i obligoi agjerimin siç e ka obligu popujve të mëparshëm në mënyrë që ju të shijoni urinë, apo në mënyrë që ju të shijoni eci. Po Allahu ja ka obligu agjerimin që të arrini shkallën e devotshmërisë. Para këtë arsye Shekh Ibn Uthejmini e definonte çështjen e agjerimit, thonte shpirti i agjerimit, thelbi i agjerimit është mburoja dhe ruja nga gjunohet. Qëllimi i agjerimit, cili është të mbrohesh nga gjunohet. Parat, nëse pyet dikush do thotë, njeriu që agjeron a mo ban gjunohet gjatë agjerimit të tij, a ka shpërblim të Allah? A i pranohet agjerimi i tij? Ka thonë dietar. Pejgamberi Allahut e ka thonë një fjalë: "Men lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi fi haja an yada' ta'amahu wa sharabahu." Kush nuk i lën fjalët e dytë dhe punë të liga, Allahu Azza wa Jalla s'ka nevojë ta praktikojë vetëm ushqimin dhe pirjen. Megjithatë, nëse njeriu e frenon veten e tij prej mëngjes deri mbrëmje, nga ngrohja, nga pirja dhe nga epshi, agjerimi i tij është i pranuar. Ama sevape s'ka për shkak të gjunave të tij. Sa sevape njeriu ka me krijen e agjerimit, me agjerimin e një ditë të Ramazanit, këta nuk e din vetëm Allahu. Kush është që t'i zvoglon, që të pakson, që t'i zvoglon shpërblimet, janë gjunohet dhe mëkatet. Para njeriu s'ka mundësi që të arrijë devotshmërinë, pra të realizon shpirtin dhe qëllimin e agjerimit, nëse njeriu nuk ruhet nga ndalesat e Allahut. Para të selefët parë tonë, pra dhe shokët e pejgamberit Allahut, rreshin që ndroshin xhami gjatë Ramazanit. A dini pse që ndroshin? Thashin për rujmë agjerimin. Nga e rrushin agjerimin? Nga shiqimi haram, ndëgjimi haram, të folurit e haram. Pra nëse agjeron barku, dhe të agjeron dhe gjuma, dhe të agjeron shiqimi, dhe të agjeron veshin dëgjimi, edhe pse në kohën e sahabëve dhe me dalë në rrugë ke pas vështirë me rënë gjuna, ndërsa ne veç me në dalë në pragun e xhamisë stërbuqu me gjuna. Parat, pejgamberi Allahut nuk i ka dhënë rëndësi më shumë se një lloj ibadetit që thuhet el-i'tikaf. I'tikaf do thotë të veçosh veten tonë në shtëpinë e Allahut. Imam Zuhriu e definonte dhe thonte: a din çka do me thonë i'tikaf? Që pejgamberi Allahut kur në jetën e vet se kalon. Veç një herë kur s'ka pas mundësi, apo parasia se këtë gradë dulë në xhami që dinim, dhe pejgamberi Allahut dulë për xhamis e pastaj e kompenzojnë në Sheval. Do thotë,
Pejgamberi Allahut ka qëndru çdo Ramazan në itikaf në xhami. Imam Zoriu thonte, o ju musliman, pejgamberi Allahut kur se kalon itikafin, ndërsa muslimanët ma asket ndaj një sunetit pejgamberit Allahut janë ndaj itikafit. Në kanë rëndësi itikaf. A itikafi do me thonë me qëndru të pragu Allahut dhe me i thonë o Zot që ku këm kaur. Ka marrë të pragu jot, nuk thejnë në shpit derisa të më lirosh qafën time nga zjarë më gjënë. Derisa të më shlish emnin tim nga regjistrat e banorëve që xhenemit dhe të më shënosh në regjistrat e banorëve xhenemit. Kjo do me thonë itikaf. Itikaf që do me thonë të qëndrojsh të pragu Allahut dhe ti thojsh o Zot i madh, këtë nefsin tam e marrë të mbisu, nefsin që më ka ornun të keqë, ka marrë të pragi jotë, dhe nuk largona deri ta fitoj mëshirën tonë. Parat, agjerimi nuk është qëllimi e agjerimit që njeri vetëm të praktisë ushqimin dhe pirë. Po të qoftë ka i kimetet e shumëta. Gjithashtu agjerimi është që kanë vërtetu dhe mjekësia bashkohore është shërim i shumë smunjë. Agjerimi ka vërtetu shkenca, mjekësia se toksinat e trupit i largon. Agjerimi rregullon sistemin imunitar, rrit imunitetin e njerëzit. Njerëzit mendojnë se në agjerim do pësohen apo rregullohen. Para sa një shef që njerëz që kanë probleme para Ramazanit, nëse i paraqiten dhe mas Ramazanit. Ama jo në qatë dozë që i kanë pas për Ramazanit. E në Ramazan, thot, interesant, sheqerin gjithë një 23 më rrinë në Ramazan, zri, qudi. Regullohet sistemi imunitar. Rezistenca e 11 muajve që kemi ngronë Allahu alem në shqiptarë sa hajmë sa tonë e lata. Krejt këti sistem regullohet. Se lukëti janë shënëzor me ne. Ma nëzor se lukëti me shqiptarët nuk ka kërkun. E mush lukëti. Sa të njëse me punu, ki tap apet qëtë. Aja me senzore në olet. I qëtë dishka. Apet, pas të i thotë se dipe dishka shumë thartin kamë, nuk e dipse, api pasullit, pasul me ongrë, pasul me ongrë thëmë datë frima të fletë, po kur të pënoj, ka 20 erë të ongrë, sa e krinë të të ka të me gjatë me qaj, po kikirikat, qka të shqyq në lukt a i në ollët, që punon, se aja është digital, punon me urdin tanë, ti e në komandet të duhe. A ju këto se për qëtë diqka, ti tak një farë. Nalë këtë sistemin për një farë. Për këtë arsye, pejgamberi Allahu thënë të mjefton për binë Ademit disa kafshata. Disa kafshata. Mjefton për njerin me hongër vetëm disa kafshata sa me majtë shpirtin gjohë. Jo Ramazan, jo një farë, po jetë është Ramazan. E tha nëse është laskuc, nëse është shqiptarë dhe sënë reziston, sheqerash dhe më baklavë së një reziston, ka thonë të 1/3 për ushqim, 1/3 për piri, dhe mos arro se 1/3 për frimori. Ke arru se këtë me morë frima, kejtë pas ka ndalë për menë, si jam u shtar vetë, vëllak u të në kejtë pas tërë. Për ata një oqë kështë e për të regu që këta didhë, e pasaj këtë unë që të oqë gjisën e baklavë se ha. E njoni që më të lidhë, ato që feni që i hadithi, shake pak para. Tha këshire barkin tanë se si cëlli tha e di 1/3 sa e ka në barkin e vetë dhe hoxha e di barkin e vetë. Mësë përsi ti barkin e hoxhës, këshire barkin tanë. Tamam? Si cëlli e di 1/3 sa e ka. Pra na kur ushmi në tërvez për para dhe kur ishmi ka laballak, apo? Dhe ushmi si për sunetit që duhet me luktin me shtipën, me këtë kofshën e gjallë, atër e lishmi 1/3 për vimorit. Tarë si na ungjën tavolinet e francezëve, kupton? Tarë s'ka ven as për uj, as për vrimori. E për atë Allahu Azza wa Jalla e ki pasisht e ben agjerimin së paku ne ta bëjmë në lloj ibadeti, po ta rregullojmë dhe sistemin e tretjes, sistemin e trupit. Për shkak se trupi është amanet, kjo nuk është jote, dhe në bajnë trupit tem shka banë. Kush ka thonë se jote? A din ti se
s'ki drejta as veshkën me edhe ndikujt. Që s'ki drejta, pëse jo gjenshe. Merë djetarë që ka folin, si tjetë ju musliman haram e ki. Veshkën tonë e së shikut. Po me shqit, ala ma hiq. Për çështjen e dhurimit kanë diskutuar nëse janë musliman, jep ta avërmit, jep nonës, jep vllaut. Kjo është një sadaka e madhe, ka thënë. Ama nuk është e jotë. Kjo është emanet. Unë e pi sot dushqi pakete doan. E pastaj mushkëlin, tot janë. Kjo është emanet. Allahu Azza wa Jall ka dhënë që ta ruajmë këtë shëndet. Allahu Azza wa Jall për këtë arsye ka thonë kush është për ju i smur nuk agjeron. Nëse agjerimi konstaton mjeku, rekomandon mjeku besnik musliman që i merr vesh punë, jo këto mjekët tonë të cilët s'kan haber me agjerimin, a kupton? Po nëse rekomandon se të bën dëm, nuk agjeron. Për shkak se dëmton shëndetin, shëndeti, rujtja e shëndetit është pjesë e fesë. Pjesë e emanetit, që Allahu ka me të pyet. Allahu ka me të pyet për pikat e ujit freskëta që ki pi. Mos flasmi për ato pjesët e organit që Allahu t'i ka dhuruar. Ka me të pyet për rrahjet e zemrave tu. Sa ti ke qenë kujdesshëm për zemrën tonë? Sa ke qenë për trupin tonë? Sa e ke rujt? Për ata xherimi vëllezër të ndërsh. Neve nuk na ka ardhur vetëm dhurat e madhe prej anës Allahut Azza wa Jall, që sot në Gjermani kje spitala të cilët në përmes agjerimit tentojnë të shërojnë njerëzit. Edhe dhe thonë agjerim me ndërprerje. Ti gjatë ditës a kupton vetëm se 6 orë pi ujë, për shembull, apo 12 orë, apo 18 orë, për shkak se toksinat s'ke mundësi ti hek shpi trupit dhe vetëm agjerim. E ai që agjeron dhe jashtë Ramazanit, që janë ditë të preferuara, ditë e thënë në tejte, ai dhe me thonë shëndetin e ka shumë mirë, po edhe raporti me Zotin në vetë ka mirë. Po nëse s'mund s'paku 3 ditë në muaj, ka thonë me mirë Allah, ta që ju tregoj juve, që ja hekan gjelozin dhe hasedin nga zemrat, si kur drishkin le mishkin. Erni rukje gjipi Arabije, në Kumanov. Erni rukje gji me bon rukje. Ka shumë të smur, ju e din. Ka në fundit, ato gjendë nuk sreditën mo. Edhe gjithë notën, qka sreditën? Ti sreditën veti. Për këtë asje kanë hinë trupat të njërës. Dhe thoi ke Ibn Qayyim në akhir zaman se ke gjendë të hinë trupat të njërës. Shumë smunje, 80% smunje vjen për gjendë. Dhe unë e kam rastë, e kam një mikë që banë rukje shifrin, dhe ka qenë me një krasë, pe të regoj këtu në Maqedoni, paramendon dhe thonë që gjendët kanë arritë ata me bon, smur deri e kanë qitën dializë. Pastaj e ka këndru veshkën. E ka pje, pastaj ditën operacion, e ka ek një pjesë të mushkërisë. Në tretin, një qëtër operim, e në fund ka dalë se kjo kejt ka pojë me sihr, magji. S'ka të bëjë fare, e në veçan ti sulmet e zemrës dhe sheqeri, që kam thonë dhe kanceri, shumicën e rasteve janë prej gjinëve. Dhe për mërë Allah në ka lemru. Për mërë sallallahu alaihi wasallam ka thonë në akhir zaman nga cmimi gjinëve në organet e mbrëndshme shkakton probleme shëndetësore tek njerëzit. Të të flasë me këtë tematikë, inshallah. Dhe ka thonë për emri Allah, më konë që diçka ja kishte kalu kaderit, ja kalon mësyshi. Me një transmetim thuhet se mësyshi njerin e qonë në varë dhe devën në vorë. Që ishtë devën në vorë? Lopa kërë smuke për parë, kërë frike, ju e din, këto plesht e din, se tash në nuk e dim dhe lopën duhet me aspjegu këti shka në lopë. Si me atë boshnjakin që e pata pa gazepin me shpjegu se bolitës, dhe ke s'ka bolitës, nuk existo bolitës. E ki për qëllim elefant, po je mëra bolitës. Te na të këtë bolitës s'ka. Elefant a këtë, dhe elefant jo. Pra, këto në arabisht të shpjegojsh në atë fjallën që i thojnë, gjamus i thojnë, kur qishë se në rrita me aspegu se aj as kish një për bolitës. E jo, këto të rrita, ti në shka bolitës. Ha? E ki po kalin e ujtë. Qas shtu i për gjatë, ha? Qështja këpëton bolitës duke diki qka. Pse, për qka këtë tash edhe lopën duhet me aspegu këti. Qka e lopën? E përbara kër u frishi, e ki lopën, kër u smuke dhe ke kosë. E prejsh në po. Mësishi devën e qovën në vorë, lopën të qonë në rrith. Në tepsin, se lënë të i përkupton e ke pasisht.
Me që ndi këto kasapët bashkohor. Hetë se pidel shpirti, ashtë në një smunje, e merë vici për 200 euro. E ti e poshtë Allah, së të ha mish vici. E përduan së të si e morë që atë vitë viranja. Ti virani i kohë gjithë bolë. Se ti vajtë bari mishin e që ti kasapi që nuk banë namaz, haram e kime ungër. Ati këtë bu. Lopën tonë me ta pret, ti, Beşvakli namaz, kasapin, taver, lopën e pret, s'ban namaz, qatë mish duesh në gjubre me qitë. A i nuk ha të mish. Si më nuk ha? Pës halë? Mos shkoj edhe ma pak ma largë, unë se kam atë mendimi, për bim bazi thotë bile bismillah dhe ti 5 vakli namaz që a i, mës me bon bismillah, edhe qaj nuk ha. Se bismillah ku të banjë që ikin shejtan që i kanë të rupë. E kuptove ka të ka orë ti e që i shejtan? Të se ti i beti shka mirë. Ku dreten? Jo, ku dreten. A patët i mish në rjesë, po. Vëllë me gullash, angrëm. Piqat i pari ka kinja i qetri. Ka transferu, të shuj se gjeta një spalë në këtu. Për atë ledhe të ndërsh. Ka thonë i bën të imi, a gjërimi, anë që janë ngushton qarkullimin e shejtanit në damart e njëri. Shejtani qarkullon në gjakun e njëri. A gjerimi shka bani ngushton. Për këtë arsi ka mundësi njëri o këta mund shejtanit. Shejtanit të cilën e ka, së çdo njëri për i neve ka një shejtan. Për atë kirurgjia kur janë kumanohë, tha ju s'pasni be magji, alhamdulillah. Veç kumanohë pasni haset sa kejt dunjoja. E të shkënë me thotë se dhe thotë, na kumanohë shumë të mire, a mos kena me qef njonin me pa mirë. Veç që këtë keshkin. Tha unë kam ecë botën, nuk kam pa haset në botë, ma shumë se në kumanohë. Unë po transmetoj. Nuk do me thonë që ashtu, se na e dojmë. Ma shumë shka e dojmë vetë në kërkanë se dojmë. A ma e ki bati e këtëm, për i nati tati komandovare. Shkona gjemë partije e ki pas, ishë banë kërkes, shka për të kur gjosë për të, vitë që këtan të zripë shpushtë. Vitë që komandovare e banë që. Në të ditë, si të shove njonin pak më nalë, tërë të zripe, se le. E shë vitë ove, asë një, që këtan, kënë oqët, ku të shove keqë, kënë oqët. Zhivat ki keq mi po ato kojshit e vetë, fqinjt e vetë edhe tafërmit e vetë. Po shka të të bomë për ti, kur gjonë. Për këtë arsi e ki pose, ma shumë që e interesohë më pinon, filon pikabe ku merë. Stërë të zbure që shtu. Kur ishtë në shtatë me një kohë, edhe bishim misafirë, vazhdimisht, e kishtë në dishta në kafe, një kupton, selam alikum o që, alikum selam. Erdhen që të di për para i njofta, më që të përmas, po shka përduen? O, thëj kësën flerat. Pash Allah që më kalëzën ku shkenë. Që të për para i pash, apo që të përmas? Dhe disa i kam pas 10-3 notër, tërë u këthesh në shpi ato më priqë. Që të shkujnë se që ka dalë, që ka orë. Tash jam bo pak baratë dhe ma i but jam bo, se a gje pak ujnë e kam pas ma të sertë. Si do qovë ledhe të ndërshëm agjerimi për plot i këmetën dhe. Allahu me agjerim neve në kanë dëru, me dit njerëzit, se shka ka në agjerim, do të kishin vrapu, do të kishin garu njerëz, se cili do të jetë ma shumë që agjeron për Allahun azze o gjerë. Vazhdo me pyqë, se kemi shumë pyqë. Në celin vit është bo obligim agjerimi dhe Sara, a Ramazani ka agjeru për nga meri Allah. Agjerimi është bo farz në vitin e ditë të hijretit. Në muajnë Shaban. Muajnë Shaban të në venë Ramazan. Do thot që vitin e ditë i gjrejt. Jo në vitin e parë? E mërë Allah të Ashura ka gjru. Thojnë Ashura ka qenë farz në vitin e parë. Kura bon farz a gjërimi në Ramazanit, muajnë Shaban, vitin e ditë. Në këtë vit, në vitin e ditë i gjrejt, ka ndodhë 3 ndodhi të mëdha. E para, është bon farz Ramazan, a gjërimi. A zhvillu lufta e Bedrit në Ramazan. Musliman gjihad be kanë bon Ramazan. Kanë luftu në Ramazan, kanë luftu. Edhe kanë fitu betejën e madhe në Ramazan. 17 në Ramazan e kanë fitu. Që këtë vit ka do në vitin e ditë. Zekati a bon farz në Ramazan. Në vitin e ditë të gjithë. Dhe sadakatul fitr është bon obligim gjithashtu në këtë Ramazan. Shka në sadakatul fitr?
Sadakatul fitr nuk ka sadaka thjesht. Para ata duhet me anu menën dhe me ditë se çka thotë. Sadakatul fitr ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ushtim për të varfrin, pastrim para xherusit. Njëri pyeti sot, tu dalën në ders të hoxha ban tash me thon sadakatul fitr. Nuk ban. Vonoj ka fund. Pse? Se sadakatul fitr e pastron agjerimin e ditëve që ke agjëruar. Nëse jep sot 15 ditë për shembull, 16 ditë, 17 ditë i pastron. Ato qerë kush i pastron? Amo dhe çish e jep dhe ku një jep. Se sadakatul fitr në pastrim, ka thonë Ebu Hurajra, është arnim i agjerimit. Do shta ki bodën në rështim, e ki folë dhe një fjallë në ditë gjithë agjerimit. Vend sadakatul fitr të pastron agjerimit, tanë që Allahu të pranuet. Sa Allah është i pastër, nuk e pastron, nuk e pranon vetëm të pastërtin. Pra ta, sadakatul fitr, Abdullah ibn Umar ka thonë, ban një ditë për para me lënë, thonë, amo nëse vonohet sadakatul fitr dhe nuk i shkon fukaras, edhe falet bajrami, ajo nuk konsiderohet sadakatul fitr. Nuk të pastron në gjërim. Me fjallë tishtë. Dhe më e mira është me dhonë ushqim. Shko në supermarket, sa antarin në familjes që kaqë, i për të mojë për të vregin, për gjithë ato dhe që kanë linden para se të përëndon dili ditën e fundit Ramazanit edhe para ta i për, sa bojnë këto, me vlerën e 3 kg, para përësish nuk për, me vlerën e 3 kg të rizi, sa është rizi? Apo me vlerën e 3 kg pasulit, që ushqimi vendas. Allah pasulit për gjithë trejnë, ma vinë me uriz, për shkuj. Pra, sa e ka vlerën që ka? E i blenë ushqim ati të varfri. Pse? Ushqim është se pejgamberi Allah gjithë një ushqim ka në të. Amo njoni është i smurë dhe ka nevoj. Nëse është i varfër, i takon së të këtër fitër. Nëse nuk është i varfër, nuk i takon së të këtër fitër. Atër e banë me adhon ati në lekë. Apo, njoni është apëton një varfër dhe ka nevoj, s'ka zë qatë si e për kush, për të ble hapë. Ka prej ashtime. Cëllë është keme dhe vishme. Ndërsa, në esencë, i për të ushtim. Pse i për të ushtim? Po në këtë zaman, kujti ja jebë mëra parë. Më tha një kockarë mu e tha shkum të një hoqë këtu, s'për përmeni, një katunit ka për neve. A më tha, a të hezve me parët e hoqës. I galëzo më hoqës e vjeran një këna punë të hoqën e i dha do, ka 20 euro i kështë e pas, ta shkum me lujt ati. Më shoh kur gjonë s'dilke, më shoh kur gjonë s'dilke. O, tha, parja hoqës nuk hecë. Kujti jep tash, së da ka tërfit. Pjesë të dërmusit që zeki, Moskopi atin me... Ha? Nisë da ka tërfitën një vi. Allah i ka burë. Kja është u të të ka tërfit. Bleo i shtim se ekin familjar. Të në ka përru për të belat për për jashtë, ku të nësë, kocë këtë interesant. Pse marës ku të në Kosovë nuk ka? A më të onë për i bëni zmet në kufijat, më së ti mënoj. Edhe Red Bullin për ja bakush, më thanë qështu. Po edhe taksin atë onë, pa pare, fri. Me arë, me shku, fri e kanë. Kosovarë që ka vingë me Gjudëni, me lujtë ati e kanë taksin fri. Po shka këse kështë kështë shkonë, me shka qkoj e ki, jetë në udhë, e qojnë të në shko fito puno, hajde apër. Po Shqipëria, edhe Shqipëria. Po edhin e do pse e kanë ndalu. Kush e di se pse? Se kocka është maqina e pastimit parëve. Pra ta hapaj. Si më pastimit parëve. Për shembull, të na s'ka ndodhë, ama për shembull, një qeveritar i ka shku dora gabim dallash. Ka morë një 1 milion. Me që këtë 1 milion do mi shtim punë, ku t'i shtinje, do këtë zezë. Shkon në gjevgjeli, mirë të vesh me qefin ata unë, në atë në kompjuterit, për ka dhe këti me kockarve që ishtë luët e jo. Dhe thot 800.000 mi shloj, shki i qef, para kejtë, pullun, gos, pullun. I hangër kejtë maqina, hangër në fund, dangë kejtë shtaqë. 800.000 eron me qek i bandë bardë. E morë të vesh dhe, mirë, po këto kockartë, ku e kanë qelë këto, kur i ka pasu ka thonë, ka dalë, ma se pas ka dhe të morë qelë, por na për të shket tjetër shkape i kena qelë. Na i kena qelë për vetë i zmet neve. A mo pas ka e lo, edhe i kanë mshush.
E morë vesh ka mëse në Kuck? E morë vesh pëse Kosovë i kam qenë? Se ato që parë është në konë elbet, banë vaki ka shku dora dallash. Ka shti në gjepin e që tërkuj. Nëse gjepin e vetë, pa qëllim ka shti, mos kenë mundësi ato mi përdorë të borë. Po dhe nga da gjekë, kupton, elbet. Dhe njoni e ka që dhe një kila dhe ka përëndimin ato në kupton? Ha? Edhe ti jesin zeza. Ndërsen ma që dhe një namasi, i kena dur të pastra, i lomë. Që s'kena në kur gjohë, kupton? Na kejtë të miz jemi. Për këtë rësi i kemi lonë Allah. E lusim Allah në zogjel që Allah t'i videvison, këto që kanë orë, që kanë premtu, para zgjedhje që mi mshelë. Për shkak se shumë familje në shkatruën këtë formë, veç nejmat e nonave dhe grave të tyrve, mendoj se s'kanë mundësi mi qelë sintë kur në jetën e vetë. Për ata e njofë njonin kockarë, për gjegjës, kryesor kockarë, që i mbanën telefon një ditë, tha hoqë dhe e zunëm, të bove të vrasja më shpëtum, po se dim se ka filoni. Vetë vrasja pas milionër që i vjetë? Po. Për shkak se ti ki qu shumë familjar me bove të vrasja në shpirë të gjithë. Për shkak se shumë njerëz, ti ja ki tha frigoriferin, ja ki tha, në këpëton, ja ki tha pikën e ujit, deri sa më bani telefon, ju e dini, ja këpëton rastin tragjik, që i të tovës, të vari kërën për aqit dhe tha, a ban me elmu gjalli, apo gruja a ban me elmu burë, si mërë me elmu burë. Nona dhe baba thot, s'ka iftar që nuk lutët Allah që amore shpirtin. Ta shparëqit në polici, që ta me ato e kanë biznis. Shti atë, unë për jëthan që më ka thonë ato, në spedin, është e kuton, nuk ka që është. Që dhe vetë ta, ne ka shi gjdo se në kalon në udhë. Pasha Allah, unë që janë një në sofër, s'kemi që ka me shtru. Jo veç ka që. Ta pasha Allah, unë që janë një fëmijën që e kam, s'kam qumë shmidhon, ati kanë gjithë notën për urisë. E motrat thanë, na me bo vakimi që qumsh nuk në pranon të të pare. Mi mor pare si blinë qumsh, shkollon kockë. E morët vesh ku ka rritë punë. A ban thot në që të qesë mi këti një helm edhe të ratomë. Se unë e paraqitë, dhe të një alternativi, thash ka shëqata që i njofë dhe paraqitë një jepin. Tha nuk i pranon. Vich pare. Thot ku e diju që ka më duhet mua. E kësil roj kemi të përdiq. Për ata në sata katol fitër si dhe qoftë, qoj e vëllaj dashë musliman më mushqim, e ndonë Allah azze vë gjellë që i shpëton që ato që kanë me të ngarat, të shkaret, pa mboroje, pa përkraje në shtëpit të tyre. Agjerimi është bon obligim vitin e ditë. Pejgamberi Allahut i ka agjeru në Ramazan. Se ka vdek në vitin 11 të i gjëretit në mujnë Rabi Lawal. Rabi Lawal, radhazi, është muaj i tretë i hijgjëritit. S'ka më rrinë dhe me thonë të agjeru Ramazan. I ka agjeru nën Ramazan. Cilët janë kategorit e gjikimeve vetare për agjerimin? Pra, kemi agjerim të detirush, që janë që i thojmë në farz. Agjerimi i detirushëm është Ramazan, 1. Agjerimi i detirushëm është plotësimi i ditëve të kaluara, kaza. Agjerimi i detirushëm është agjerimi i kefaretit. Që të bëndë kefaretit, shpagimi i gabimeve që i ka bon njeriu. Si për shembull, ka bon be. Dhe dhe thotë që shkebe jo, nëse banë be në Allahun, rrejshë më po. Ose banë be, pastaj e prish be. Që shpaguat? Kujtoj se ajo direkt me agjerim. Jo me agjerim. Ajo fillimisht duhesh me shlu një robë, me pas robë. Po s'kena në robë. Alhamdulillah që s'ka robë. Nëse ki po be, valla, billa, talla, nuk bajnë trekti me filonin mu. A më ka punë tash apet kërën me jashit. Kur, vallas, billas, tash e asti. A më apet për jashit. Qëka dush me bo? Ka thonë për me shpagu këtë, nëse e thënë beje, na i thë me thi beje, njënë për i trive. I ushqen dhe të varfër. Ose i veshmbath. Ja blenë ka një parë të rejekash. Ka për të të njërë kërë në bleti. Kur si ashes. E po më se prish beje. Nëse s'ke mundësi, atër agjeron të rëndë.
A morën të vesh? Agjerimi është për fukarat? Apo nëse njoni e mbyt dikan gabimisht, gjithashtu duhet të agjeron dimun. Radhazi. Apo nëse njoni e prish agjerimin me marrëdhënie intime me gruan. Në Ramazan. E prish agjerimin me ngëngranje, e ka një ditë për ditë. Ndërsa, nëse e prish agjerimin me kontakt me gruan, atëherë duhet të agjeron 60 plus 1, që është një ditë. Një që ka prish e 60, si ndërshkim për ta. Agjerimi farz është agjerimi premtuar edhe pse nuk është i preferuar. Pra njëri thotë premtoj se ka me agjeru këshe ka që ditë nëse Allahu ma shëron gjali. Nuk banë, sa shmi. Kja është për kopratësë. Të thotë që nëse Allahu nuk të shëron, ti nuk agjeron. Për ata që nuk është i preferuar, një nëse premton, atër dush me gjru. Agjerimi dhe ditëve ata të cilët shkojnë haqë, dhe haqë ma i mirë është me kri umrën dhe haqë. Për fat të keq, për një kurban, kejtë baballarë tonë kanë kri, veç haqë umrës kanë kri. E di pse? Se pasia islame për para nuk përfiton të pi kurbanit. Shtë elhamdulillah dhe që ti e ka një 10%. Se unë e transparent, jam për folme, kupton. Apo? Se e di, ka që e di si poj pa e thonë. Apo? Po elhamdulillah, që po përfitoj, po përfitoj e frimën të zonë. Po ti pse para po më letë buje pa umrë. Për para, për me bo haqin, edhe umrën, ku që që e man umrën, e heki ramët, e ban haqin. Këshari i thënë haqë të me të tua. A mu ashtë kusht me prej kurban. Du është pa qëtër me prej kurban. Nëse s'kije, e agjeron dhe të ditë. Po ti pësoni marë me agjeru. I po tash e nëmdëla, tu mësu, organizatorët e haqin, tu mësu, shka s'kanë mësu? Kanë mësu se edhe në kurban po fitokë. Bele mos foli ma shumë, kupton të qerë që janë konë për para, ju e dini, kupton, heqë. Kurbanet Allah në gjenet ju pekt. Disa ma të mirë që janë konë, ato këtu i kanë prej, as lejot, a gjithë dushmë prej. Ma të mirë, ma të përzgjedurit. Po si të qoftë, a gjithë fitoj për kurbanet, ti morë ti 150 euro, a gjithë gjelpi studoni 150 euro, që ashtu do bënë të? Organizimi haqit, po në ta more ta prej kurbani, si të qoftë. Pra, haqë dhe umre krinë, të dijet. E nëse s'ka mundësi me prej kurban. Agjeron, 7 dit a gjë, 3 dit ku të kthejnë në shpi. Apo 3 dit a gjë, 7 dit ku të kthejnë në shpi. Por nëse si agjeron a gjë, agjeron në shpi. Kjo loj i agjerimit është farz e ka. Por që pranu haqë dhe umre bashkë me një udhëtim. Tash po shas na ka dalë. Tash njëri thotë, do si shkon në umre, dërmohet të bë umre. Si që njësë? Listën, baba Saxhi. E krita të imën, shkon të Zejdajsh, hinë një ramë, baba Saxhi e krita. Në nësë plau, për shumë me më ka dausht, edhe tja krija dhe asaj. Të në gjishës, të në babgjish, të në kushurive, pas abët me një ote me këkri një umre. Pa këtash të kujnë kije, këmë të në përfaqe, kush do bedel umre. E qërë bedel umre, ki shkon a gjë për vete, pas a i shkon të një gjami Ajshës. Po e na e dim Ajshë ka bon, se ajo ka qenë me menstruacione. Ti elbet, që ka të ka ndodhi? Abdurrahmani, vëllavi asaj, kur ka shku me shëshrua Ajshën, nuk ka bon. Wa khajrë l-hedj, hedjën nëbi sallallahu alaihi wasallam. Huzimi ma i mirë, huzimi pejgamberit. Një udhtim, një umre, kjo në sunet. A më nëse i ban dhe një ras specifik, mund të ketë përjashtim. A më jo këtër me bon, këta kini bon biznis. Ajo që tha, o Allah po ka me sa papare me shku, ta pse? Ta piqoja gjithë ajo gjamia Ajshës. Pi tham, baba Saxhi e ki kri, këtër një umre. A di beso më prejnë ka mojtë. Hajde ka 100 euro për taksi. Taksi kushtot 10 euro. 4 vetë, ka 100 euro, 400 euro. Kena transparent, kena shumë i hapër të pëtonë, tamam. 4 vetë, ka 100 euro, 400 euro. 10 euro minus taksi, 390 euro. Drang, qëtra grupë. Qishme ju e krite unen me nja? Ajde dhe ju. Ta, kur e do be vla. Pastaj a di ka, a mërë të vesh pëse neve s'na dojnë, e di ju kini arë me fejtë të rej. 10 vetë.
Ka 100 euro, sa bojnë? Po me bëva ki grupa më kone mod 100 vetë. Kjo është biznis i batilit. Biznis me vebe, vëlla. Për atam, s'kanë pas fajt, në rafë në orën e hoqës, të këthevë për mas, kur që i shqitës, në tonë qënë. Runa zot, për i mësusit keq, për i mjeku dembel dhe hoqës së dështuar gjahil, i cili mendon se që shtu fitohet rizki. A rizki Allahu të ka shkujt ka me tarë, vëqë banë sabër. Pa i ka me tarë halal nëse banë sabër, po qoftë dhe pak Allahu qënë shumë bereqet. Përsa i thotë se dibe pëse gjeli hoqës, që ishbe me dalë gjeli hoqës, pa, s'ma ka morë me. A morë veç pika, dela i pidika. Si gjeli jem dhe gjeli jot. Nëse ti ti këpëton, ka fshatët haram jam ush barkin, Allahu Zogjel ta kallë barkin ti e pëleqni, Allahu në rritë. Lusim Allahu në Zogjel që Allahu ta i përmison e vladet, ta i përmison dhurrijetin ton dhe ta i përmison ka fshatët. Agjerimi mustahab i preferuar me agjeru ditën Ashurës. Pejgamberi Allahu të ka preferu. E preferuat bilenditit për para dhe për mas. Pejgamberi Allahu ka agjeru në fund jetës dhe vetë ditën Ashurës. A ditë në ditë Ashurës? Ditë e 10 Muharram, në ditë Allahu Azza wa Jell e ka shpëtu Musajnë për Firaunit. Ditën Ashurës e ka bëjë histori kur Musaj ka shpëtu për një zullum qalit. Dhe na agjerojmë për shkak se ka agjeru pejgamberi Allahu. Dhe ka thënë pejgamberi Allahu ditë agjerimi ditë Ashurës ta shlien gabimet e vogla për një vit. Dhe agjerimi ditës Arafatit për ato që s'janë haxhiler, ndërsa haxhiu në gjën Arafat nuk ka sunet me agjeru. Për ata sahabët diskutonin, a ashtu agjeru pejgamberi, a ashtu agjeru, a ashtu agjeru, a sa të agjeru, pejgamberi Allahu të ngrit në kam dhe pitiu. Se në kam me pi nuk preferohet, dush mush. A më ka rast e ka pi pejgamberi Allahu në kam. Disa thoi se në haqë ka pi në kam, mi galzu se s'jam agjerush. Se ti në Arafat e preferush për e shme bodo. Ato të di shka bojnë në Arafat, shqiptarët. Shqiptarët si ta mori 1 kilo dohan, edhe një në tonë, një kidon, mushtullo e pi. Kana i seti ju, di bere ma të butin të unin, të rak 4 kilo. Mushtullo e pi, mushtullo e pi. E mazit pi e shtrinjët, gjumë. Hiq di shka s'pu kalon. Kjo dit e bere qeqme mu barekit. Po doa më në banë. Që më në banë doa. Njerë njët në shtet ka rozi, kur më së ndelë? Ska dit, në dit, që Allah u falë më shumë të ditë në Arafat. Para ta Allah u zhë nuk nga ka privu dhe neve që s'ke në mundësi me shku në Arafat. Allah u në mundësohu me shku. Por e s'ke në mundësi agjerojmë, i falë agjerimi ditës Arafatët, ka thonë për me Allah i shlien gabimet e 2 vite. Agjerimi i ditës të hanë dhe të ejtë, që të hanë dhe të ejtë me agjeru. Pejgamberi Allahu ka thonë pse po agjeroni Rasul? Ka thonë se këto ditë ngritën veprat Allahu kam qef më konë agjerush. E ka vetë pejgamberi Allahu. Pse po agjeroni ditën e hanë? Ka thonë se në këtë ditë kanë lind. Këtë ditë kam lind. Ti datë lindjen që për ja feston për pësagji. Urime babaji 98 vjeç, or nofsh edhe 100 vjet. Po në stabale 100 vjet. Inshallah se më rrini 100 vetin ti thue me këta. Qa kjo torta? Torta e unë. Torta, këpëtonë, po ati dush me anu 98 qiri, edhe me mo një kompresor. Ja, pa që mi frimi shima to. Se si mund të shima të shka. Nëse të me, këpëtonë me falemdru Allahun, që Allah të kam mundësu mi po në 60 vetë, 80 vetë, a qëru. Falemdru Allahun. Po dhe pejgamberi Allahut atëre pas të ka gjuhe, ka falemdru Allahun, se që atë ditë ka lind. Nëse do me kremtu datë lindjen, që ta shë nga boha dhe na, që Allah modernista, kupton. Hoxha, shefeki, pasi feston datë lindjen, dërmu të festu. Unë mitëm kej. Edhe pse këto, kupton, tortave pak më shiri shtrem, të më në falni, më në do të me thonë. Aja ta apet të vinë, së më gojnë muhe, mos e kënë dërë. A di kur më gojnë muhe, kur janë zërë. O të veni, kam nusën rejë në viran. Shako, se diqë. Si ma mirë, agon, top karo. E pas të i thamë i ki pasi që këtu këtë shekë udon, e di se këti ka hetë unë jam i fundit, e di. Se unë e di këtë qka përmban,
Ja di dhe dozën, a më mi vrin si vrin. Se nuk vrin, nuk mirë në mëtë. A më qështje ki pasi, të më vrin ti, mara. A e di lomin, po, kënoj. Po se dipe kur piknon, po mba më gjumë, dishka. E mi shka të do ka unë, këmëtan. Do thonë që këtë vete unë, s'ka problem, me oqën nëse e merë për pa ora, këmëtan. A më mujëm s'do be oqëm. Agjerimi 3 ditëve në muaj. Agjerimi 6 ditëve të shevalit. Tash pas të Ramazanin, kush i plotson dhe 6 ditë? Po nuk është vitë sheval, vazhdojnë të në vitin, amo sheval më mirë. Se që këtë muaj nuk ka dhe në lej ibadet veçanë. E ka shpërblimin sa një vjetë me agjeru. Do të thotë që 30 ditë, ka 10, neve në shkuën 30 ditë që agjerojmë 300 ditë. Viti sa i ka 360, para forësisht. 365. Me i gjret nuk i ka qatë. Pra të sa me dikjeti, Allah ka 40 dish, 45 si pasi. Shqipë 45, pika mishtove. Po me hijgjeret numërohen vitet, jo me këtë dilin. Me honë. Vitet janë me honë. Moshën madhore, kur një fëmija? 15 vetë. 15 vetë me tonën, bëjnë 15 vetë të gjimës. Plus gjimës veti, apo amen një vetë. Për shkak se me gjeret. Pra ta fëgjalli ku t'i mushë 14 vetë të gjimës, do t'me gjëru. Ka inë moshën madhore. Po ka mundësia dhe me erë. Nëse i paraqitë në disa shenja. Njëna për i trive nëse paraqitë të fëmija. Ka inë moshën madhore. Po nëse si kësio është paraqitë të asë gjo, i ka po 14 të gjimë, e ka farz me gjëru. E ka farz mu falë. Jo, jemi, u të 25 vetë, qështu, men. Men t'i ka qështu. Agjerimi i muajit Shaban sa më shumë, nuk ka agjeru pejgamberi Allahu dhe një muaj më shumë se muajin e Shaban. Agjerimi muajit Muharram. E agjerimi më i mirë ka qenë agjerimi Daudit. Një ditë po, një ditë jo. Një ditë po, një ditë jo. Kja është agjerimi më i përkryer. Me bon, vakim, me gabudin e. Dhe me agjeru që shtu, duhet kejtë që to farmacistët mi mshelë barnatorët e tërë. Amo na, se kena bilas një jetë. Për këtë arsye, për ditë ka 50 euro blemi loqë. Për shkak se nuk kena morë dozën e ibadetit, po e kena morë qëtërën dozë e kemikaleve të cilët në elmojnë. Vakcina, pas da i delë valla, kishte pas do efekt ansora, mo shtiku ta bim një qëtër pikine e shifën. Fajzeri atëre ishte i përkryer, po. A unë shumë njerëz vi njohë, kupton që i kanë morë Fajzera, kupton e kiposishit. Imuniteti për të ujë kanë, anis të pranojnë atë. Kejtë që kanë morë vakcinat, jo, asë një efekt ansor. Po, paki. Jo, thotë në spehetoj, veti të shpijës të kalzojnë. Veti o kollat është ka rrinë me ti, të kalzojnë. Si kanë që shtu, para koronës a i konë? Qa shtu më do këtë vetë? Veti ato të kalzojnë. Për këtë arsinë dhe të ndërshëm, këto ka qenë biznis. Bota i bëjt disa miliardë, në fundë tha, u hek jo, shti ven një qetë, mbarët për politika, nëse shohin të arsishme, që mujnë ato në treg me në i pru vakcinë, në i bi një qetë. Po nëse së mujnë, dhe si duket se s'janë të mujtë, se kishte pasahorë, më paskon s'kish me konë që të në gjami, apen në karantinë, po në mdërila që bota ndryshoj, edhe u përplasën fuqit e madha, dhe ne po mbjetojnë në rahmetin Allah. Agjerimi jo i papëlqishëm, e i pëlqishëm është me agjeru vetëm ditën në gjumon në vetë. E preferuar një ditë përparë për mësë. Dhe agjerimi ditës e shtunë në vetë nuk preferuar. Nuk është haram, nuk preferuar. Pse ditë e shtunë është dita fest e qifutve. Agjerimi haram është me agjeru ditën e Kurban Bajramit apo Fitr Bajramit. Dhe ditët e Kurban Bajramit me agjeru për vetë se aj që është në haqë, ka drejta me agjeru që të është që të 3 ditë. Dhe agjerimi i ditës e dishim, cëllë ditë dishim. Një ditë për para do po thoi në Ramazan, do po thoi së në Ramazan. Ma mirë po agjerojmë, në shqiptoj që kemi ma mirë, valla ma sa këllon po agjerojmë. Ma bo? Jo, haram e ki. Do është me ditë 100% ashtë Ramazan e. Se kanë dalë
Kalu pejgamberi Allah. Tha xherimi gruas e cila është me menstruacion apo leoni. Haram e ka. Dhe këtu gratë kanë shumë problem. Për shkak se thot nuk e di, a jam pastru? As jam pastru. E merre që këtë rregull edhe më kur s'ke dishin. Çe këtë recept? Merre çish e dit. A i kon me menstruacion? Po. Tash spedia i pastru, as i pastru nuk i pastru. Deri të vërtetosh sakt se i pastru. Tamam? E kundër të kthej. S'ke pas menstruacion thot, po nuk e di. Më kam paraqit do, nuk i përngjojnë menstruacionin, si kaftru. Spedi, a më kanë ardhë, as kanë ardhë? S'kanë ardhë. Deri të vërtetor se kanë ardhë. E morë vesh? A të njerë për përsërit. Do të që i gruja është në periudën e leonis, apo menstruacion. Dhe tash nuk e di, a pastru, a nuk ka pastru. Nuk ka pastru. Deri sa të kalojnë ditët, apo të vërtetohet se vërtet a pastru. A kuptu? Ka ndërprerje, paraqiten, vinë, shkojnë, vinë. Esenca, ti ke qenë e papastër, a lëje e papastër, deri vërtetot se i pastër. Po e kundërta, nëse ke qenë e pastër, s'pedi, a janë menstruacione, as janë menstruacione, nuk janë. E shka du të me bo? Çdo vakt vetëm merr abdes, falu. Për shkak se ti ende e pastër, deri të vërtetor se kanë ardhur. Se pastrimi i gruas nga menstruacionet antilloj, ose ndërprerja e gjakut krejtësisht, ose të paraqitjen e i thojmë teshet e bardha. Dhe kjo në tveja nuk ka turp, dush me ditë. Për shkak se kupton kanë turp do me vetë, s'kan kanë me vetën, nuk din a me xheru, a mu fal, a mos mu fal. Ndërsa Leonin se kupton ka lind fëmijë apo ka abortuar dhe paraqitën, a kupton? Nuk ka xheron dhe nuk fal deri kur. Deri të ndërprehet gjaku. Jo 14 ditë që kena mësuna. Dikuj ka të një gru ma 2-3 ditë ndërprehet, ajo e qonë 40 ditë, gabim. 40 ditë është nëse nuk ndërprehet. Ende ka gjëkderdhë. Kur vinë 40 ditë, ata nuk e shirë gjokë. Ani se ka gjëkderdhë, pastrohet, merë gusël, dhe ja fillon agjërimit, dhe ja fillon gjithashtu namazit. Mirë po merë për namaz, për abdes, për gjdo namaz. Pse? Se kjo është smuje. Do ta shpjegojmë inshallah në të ardhmen dhe mjaftojmë sot me kaq se vërtet e pas në tepruan. Po lutim Allahun azza wa jalla që Allahu të na mëson nga feja e tij që nuk dim dhe të na jetron atë që ne kemi harruar. Fa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.